Kjo ka qenë një studio e xhirimit të filmave të kinostudios që u doq. E mori një televizion dhe e ridrëtoi. Kjo tjetra, studio e madhe që mund të ndërtojë një lagje për episode filmi, ju dha televizion shqiptar, po derën ja zuri një televizion tjetër. Akoma dhe sot ka gjurmët e filmit të fundit. Në atë kohë, kinostudio kishte normë për të bërë filma. Sot po kujtoj këtë regjisor të madh në një intervistë të dhënë. Periudha midis dy kongreseve të lidhjes tonë të shkrimtarëve të artistëve është periudha e zhvillimit të vrullshëm të kinematografisë shqiptare. Janë pikërisht vitet kur kuadrat tona, regjisor, operator, piktor e tjerë ngritën jo vetëm prodhimin sasior të filmit tonë artistik, por në mënyrë të veçantë edhe nivelin e tij artistik. Dhe ekipin e xhirimit me në krye regjisorin Esat Mysliu dhe shokun tim operator Nel Konomi.